Mirë, por i kthehemi në studio tash të flasim për arkitektët, për punën e tyre, jo në ashta shumë me detaj, po flasim më shumë për një kuvent të rregullt të punës që kanë sot edhe për antarësimin e platformën e përbashkët të arkitektëve të Kosovës. Sigurisht është një interes i madh, që siç e thash edhe në hyrje të programit që antarësohemi në mekanizme, në asociacione, platforma të tilla, secili institucion i Kosovës, secila organizatë e Kosovës është një benefit mandej edhe për vendin. Flasim me Bledian Baraliun, kryetar i Asociacionit të Arkitektëve të Kosovës, edhe i ndajmë këto minuta për të për këto tema. Tash kur po e diskutoni pak më herët dhe më kujtu që kemi pas diskutu momenti kur jeni pranu në platformën e përbashkët të arkitektëve të Kosovës, po pas ka qenë goxha moti e koha po shkon shpejt. Koha po shkon shpejt. S'ma kish marrë mend që pas ka një vjet e gjys gati, ja? Nëntor 2023. Ashtu vjen një vjet, ndoshta po. Edhe shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj gjithmonë për përkrahjen dhe për hapësirën që ja japni edhe zhvillimeve që kanë të bëjnë me arkitekturën, po edhe punëve, aktiviteteve që i bën Asociacioni Arkitektëve të Kosovës, rrjedhimisht janë punë që ndikojnë me një farë mënyrë në jetën e përgjithshme edhe në aktivitetet e secilit prej nesh, sepse arkitektura është drejt për së drejti e lidhur me gjithçka që bëjmë në jetën tonë. Ka kalu koha shpejt dhe gjatë kësaj kohe jemi munduar që të kemi aktivitete, angazhime, punë, rezultate, përfaqësime konkrete. Çka ka sjell antarësimin në këtë platformë? Për arkitektët edhe për asociacionin në përgjithësi, po besoj që edhe arkitektët veç si antarë të asociacionit munden me përfitua, po jo nga platforma. Po, tash është momenti kur kemi filluar me kapitalizu krejt këtë antarësim. Çka mundohemi me bëj gjithmonë është që mos me pas aktivitete sipërfaqësore, sa për sy e faqe ose diçka që veç me shënu që e kemi një arritje dhe mandej mos me pas kur far aksioni, kur far aktiviteti, kur far rezultati për tyre. Gjithmonë mundohemi në të kundërtën të shfrytëzojmë sa më shumë krejt lidhet edhe këtë relacionet, këtë bashkëpunimet edhe vendore dhe renale dhe ndërkombëtare që i kemi me secilin organizëm, organizat, individ apo arkitekt me renomi. Dhe këto janë të gjitha në dobi të komunitetit. Njëjtë ka ndodhur edhe me Këshillin e Arkitektëve të Evropës, që është organi më i lartë përfaqësues ose organizata më e lartë përfaqësuese në të cilën përfaqësohen shtetet veç e veç. Na jemi prej nëntorit 2023 antar vëzhgues ose observer member, që është statusi më i lartë që mundet me pas një shtet jo antar i BE-s në këtë organizatë. Edhe në anën tjetër, prej këto mandej ka qasje së pari në politikat që dhe në hartimin e ligjeve rregulloreve, në konsulencat që mund të përfitojmë në ato mënyrën se si bëhet arkitektura, trendet e arkitekturës, politikat në lidhje me arkitekturën, me ruajtjen e ambientit, me qëndrueshmërinë dhe me të gjitha fusha tjera ndërlidhëse. Dhe tash është një moment tjetër që shfrytëzojmë rastin në Asamblejën e Përgjithshme të Këshillit të Arkitektëve të Evropës që ishte muajin e kaluar në Luksemburg, të marrim një akses, nëse mund të them, në kyçjen e një platformë universale online të cilën edhe ACE apo Këshilli i Arkitektëve të Evropës e ka lancuar para pak muajsh. Është ACE Hub ose Architects Council of Europe Hub, në të cilën platformë ndërlidhen të gjithë arkitektët e Evropës dhe aty ndërlidhen individët, ndërlidhen organizatat, ndërlidhen kompanitë dhe përpas shkëmbimit të informacioneve, qasjes e informatave dorës parë në grupe të ndryshme të interesit për fusha specifike që kanë të bëjnë me arkitekturën, duke filluar prej ambientit, prej mënyrës së punës, Building Information Modeling, BIM, që është një mënyrë ose rrjedhë punës e avancuar, e cila është tashmë standard në plot vende të Bashkimit Evropian, në inteligjencën artificiale, në grupe të ndryshme të interesit, por e veçanta kësaj platformë mund të them është që edhe shkëmbimi i drejt për drejt në aspektin e projekteve dhe të punëve konkrete, pa mundësive të punës. Nuk është vetëm një platformë informative, po është interaktive dhe arkitektët tanë kanë me pas mundësi dhe kjo është hera parë që po e shpalosim ende para se me shpalosim kuvent që kemi pas dite, kanë me pas mundësinë me ofru shërbime, me marrë shërbime edhe normalisht me qenë pjesë e projekteve të ndryshme, konkurseve të ndryshme ndërkombëtare me ekipe ndërkombëtare. Pra, jemi të barabartë në nivelin e bashkëpunimit, në nivelin e dhënies së shërbimeve dhe marrjes së mundësive për shërbime, për kyçje në projekte konkrete
si të gjithë arkitektët e bashkimit evropian. Okej, kjo që nga një lajmë shumë i mirë, apo jo? Për një numër të madh të arkitektëve që nuk e di sa jeni si komunitet, a ka një statistike? Të diplomuar jemi mbi 3500 arkitektë. Nuk e di janë të gjithë arkitektë praktikues. Fatmirësisht në fund vitit kaluar është themeluar edhe Oda Arkitektëve të Kosovës, e cila bën licencimin e arkitektëve dhe në raundin e parë të licencimit janë licencuar 766 arkitektë dhe normalisht tash ky proces është në vazhdimsi e sipër dhe kjo kontribon në rregullimin e tregut të punës, në ngritjen e kualitetit dhe cilësisë projekteve arkitektonike, sepse procesi i licencimit është mjaft rigoroz dhe kërkon me pas edhe dokumentacionin e nevojshëm të zhvillimit akademik profesional, po edhe përvojën e duhur në mënyrë që me pas licencë me projektu. A ka potencial mjaftueshëm Ledion ta zëm fakti që tashmë janë të hapura dyert dhe mundësitë për bashkëpunime të tilla që po i prezanton edhe që po thuaj që detajt i ndonë edhe në kuvendin e punës. Pra, a ka interesim e parë dhe a ka një potencial të madh të arkitektëve të Kosovës dhe të studieve arkitekturore, pra për me u përfshi në projekte të tilla? Evropiane, ndërkombëtare. Sigurisht që e shohim realisht, e shohim që edhe tash ka plot arkitektë që bëjnë projekte të rëndësishme. Sigurisht që po, në gjithmonë shfrytëzoj rastin ta them që në aspektin e zhvillimit, formësimit profesional dhe shërbimeve ose projekteve që mund të realizojmë ne jemi plotësisht barabartë me të gjithë arkitektët e tjerë evropian. Edhe jemi të edukuar, edhe jemi të shkolluar, edhe jemi të formësuar dhe kemi përvojën e duhur për me zhvillu dhe me projektu projekte serioze, konkrete kudo në përbot. Individualisht disa studie dhe arkitektë veç janë duke praktiku këtë punë, jemi duke projektu shumë projekte në vendet ndryshme të Evropës, tu fillu prej interiereve deri në projekte të shkallës më të madhe të zhvillimore ose large scale projects ato që quhen, por kjo platformë ka qenë me një farë mënyrë një dritare drejt Evropës ose një vend ku masivisht kemi me mujtë me u qasë dhe me shfrytzu rastin me pas komunikim të drejt për drejt. Sepse shpesh herë pjesa ma e vështirë se sa pjesa projektimit është pjesa kontakteve, qasja me njerëz dhe me kompani ose me arkitekt të duhur dhe mundësin që me tregu vetën ose me kontribu drejt për së drejtin në projektim. Dhe kjo është një mundësi bendojnë mjaft e mirë ose jashtëzakonshme, diçka që nuk e kemi pas kështu në mënyrë të centralizuar, mi pas me një vend krejt kontaktet dhe krejt arkitektët dhe krejt organizatat që përfaqësojnë edhe shtetet. Po individualisht arkitektët ose studiet kanë pasur mundësi të marrin projekte ndërkombëtare apo jo? Kanë pasur mundësi për bashkëpunëtorët tonë ose qoftë edhe nuk e di përmes mënyrave rrugëve tjera që ata i kanë gjetur ose ju i keni gjetur. Sigurisht që po, në këtë rast secili individualisht e ka gjetur rrugën e vet, por kanë pasur mundësi të projektojnë, të jenë pjesë e ekipeve të ndryshme të projektimit, dhe të realizojnë projekte qoftë për bashkëdhetarët tanë, po sigurisht edhe për shtetasit e bashkimit evropian pa asnjë problem, por kjo ka qenë thash në baza individuale. Një aspekt tjetër në të cilin po punojmë intensivisht dhe po interesohemi dhe po kujdesemi ta japim kontributin ton maksimalisht është edhe rregullimi ose njohja e kualifikimeve përmes profesioneve të rregulluara, një marrëveshje e Berlinit që ka qenë para disa vjetëve, në të cilin disa prej profesioneve që konsiderohen më specifike dhe janë konsideruar të rregulluara me ligj, pra shumica kanë të bëjnë me aspektin shëndetësor, por në mesin e tyre kemi fat që është edhe arkitektura dhe po punojmë që të harmonizohen edhe aspekti legjislativ, po edhe të bëhet njohja e diplomave dhe kualifikime profesionale respektive reciproke në rajon së pari mandej edhe në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është një hap shumë i rëndësishëm për faktin se pastaj trajtohemi të barabartë edhe në aspektin e aplikimit dhe dorëzimit të projekteve pranë institucioneve përkatëse qofshin ato qendrore ose lokale në secilin shtet të rajonit, gjithsesi të Bashkimit Evropian. Pra jemi të barabartë mundemi me nënshkrim tonë, me vull tonën, me dorëzu projekte atje edhe me apliku pranë institucioneve relevante. Pa pas asnjë pengesë tjetër, a? Pa pas nevojë me qenë avartës të dikujt tjetër. Edhe pse gjithmonë preferohet me pas një partner lokal në vendin ku punon, njëjtë preferohet edhe secili arkitekt ndërkombëtar që operon në Kosovë ose që
e realizon ose projekton diçka në Kosovë, patjetër me pas një partner lokal, sepse është shumë e rëndësishme konteksti, njohja e kulturës, njohja e mënyrës si operojmë, si veprojmë, si jetojmë, identifikimin e sfidave, problemeve që i kemi në aspektin praktik, monitorimi punëve, përcjellja e punëve. Edhe ajo që është shumë më praktike edhe shumë më e lehtë edhe më logjike. Realisht, domethënë, krejt sinqerisht, si është kualiteti i arkitektëve të Kosovës? Në raport azëm nuk e di, se ju jeni lëvizni shpesh edhe përcjellni punën e arkitektëve dhe i shihni veprat arkitekturore që krijohen në Evropë, por edhe përtej, sepse bota tashmë është zvogluar kuptimin kështu metaforik të fjalës. Sa mundet një arkitekt e Kosovës realisht me kriju një projekt të madh diku kudo qoftë nëpër botë? Është koha e globalizmit dhe fatmirësisht edhe mund të lëvizim lirshëm dhe mund të shohim dhe të përjetojmë objektet, projektet në krejt vendet e Evropës, po edhe më gjerë. Në anën tjetër edhe koha në të cilën përjetojmë, digitalizimi na mundëson që të kemi qasje në krejt projektet më madhore në momentin që ato lajmërohen e lërë më kur realizohen. Unë e them me përgjithësi të plotë që kualiteti dhe niveli i arkitektëve tanë është i barabartë me arkitektët e tjerë gjithë kam botë. Normalisht në secilin vend ka njerëz, çka është më rëndësishme është faktori eksperiencës, faktori profesionalizmit, etikës profesionale, edhe në atë çka arkitekti përkushtohet që ta prezantojë si produkt final, që duhet të jetë në sinkron edhe me ligjin edhe me të gjitha këto parametra të tjerë që përmendëm shumë më shumë se sa kaq. Ne jemi të barabartë, ne kemi kapacitet dhe potencial të realizojmë projekte serioze edhe në vendin tonë, po edhe në secilin vend tjetër evropian, nëse nuk i kemi kapacitetet individualisht në aspektin grupor, nëse krijohet një ekip e mirë, varësisht prej kërkesës, prej llojit të projekteve, prej nevojës, dhe aty përfshihen ekipe ose arkitekt ose kompani që janë të profilizuara secila në pjesë caktuara të arkitekturës ose të specializuara për ndonjërin prej pjesëve të arkitekturës, dikush për mjedisin, dikush për strukturën, sepse arkitektura përpas arkitektëve gjithmonë ka dhe 4 aktorë të tjerë ndërlidhës, pra inxhinierë të ndryshëm, pa cilët është e pamundur me dorëzu një projekt në nivelin e realizimit për projekt zbatues. Mendoj që kemi kapacitet, kemi potencial dhe kemi një uri dhe dim të realizojmë projektet. Është rritur edhe besimi te arkitektet e Kosovës edhe brenda edhe jashtë? Sepse besimi vjen me punë, apo jo? Sigurisht, sa më shumë punë, ma shumë besim, sa më shumë punë korrekte, se mund të bësh punë të këqija dhe mandej besimi bie, po sa më shumë punë të mirë edhe një portfolio e mirë, mandej edhe besimi rritet. Një e mirë që është e pandryshueshme në vendet e evropiane është që nuk ka kurrë me rastësi. Pra nuk mundesh me depërtu, nuk mundesh me u njohë, nuk mundesh me arrit nëse nuk je i mirë, nëse nuk i plotson krejt parametrat dhe këtë kushtet në nivelin më të lartë profesional, edhe etik, edhe akademik, edhe shkencor, edhe praktik. Dhe kjo na bën me kuptu që pa qenë i mirë nuk mundesh me depërtu. Fakti që kohëve të fundit ka shumë arkitekt vendor që janë prezent në konferenca ndërkombëtare dhe i prezantojnë, i shpalosin projektet e tyre, qofshin ato projekte që i kanë realizuar në Kosovë, në rajon, po edhe në vendet e ndryshme evropiane, na bën me kuptu që ne kemi këtë nivel profesional, kemi këtë kompetencë, kemi këtë besim, dhe këto shfrytëzoj rastin, them që një merit e ka dhe Asociacioni Arkitektëve të Kosovës, një prej misionit tonë, prej punëve tona, është që të prezantojmë punën e arkitektëve tanë në platforma ndërkombëtare, në forume të ndryshme, në konferenca të ndryshme ndërkombëtare, në mënyrë që të shihet çka po bëjmë, të shihet kualiteti, të shihet niveli jonë, edhe shpesh herë t'i thejmë ato stereotipet ose ato perceptime që nga njerë munden me qenë gabueshme në disa vende të Bashkimit Evropian ose edhe më gjerë, për shkak të mungesës informacionit, duke menduar që na jemi në një vend i pazhvilluar ose në një vend pa potencial edhe fatkeqësisht ende kjo ekziston në këtë fushë. Ka raste që ekziston, më ka ndodhur kur kam qenë dika me prezantu qoftë asociacionin, qoftë punën tona individuale në Evropë, më pyet para pak kohë kur është ky sulmi në Mitrovic, që është një incident jo shumë i vogël, por jo në nivel të tillë me thonë që si është lufta te jo, ai është gjithçka në rregull, ai të sigurt. Brenda Evropës ka ndodhur kjo? Në Evropë ka ndodhur. Domethënë më pyet njerëz sepse normalisht lajmet e këqija depërtojnë shumë shpesh. Po marrin vëmendje mediatike. Marrin më shumë, kështu që ka kësi raste edhe me punën edhe me prezantime që i bën secili arkitekt, po secili profesionist i mirë,
i Kosovës në rrafshin ndërkombëtar, po i thyem këto stereotipe edhe thjesht po prezantojmë edhe vendin tonë, po edhe veten, edhe profesionin edhe komunitetin ashtu siç duhet, edhe ashtu siç jemi. A ka projekte për cilat krenoni, qoftë personalisht, qoftë si asociacion, ta zonë që janë kryer edhe thoni këto janë projekte nga dora e arkitektëve të Kosovës, si më thonë? Unë besoj që ka mjaftueshëm projekte të tilla, por përtej kësaj, secili arkitekt duhet në punën e tij të përditshme të krijojë projekte të tilla at the best of their knowledge, pra në kapacitetin maksimal që e ka dhe në nivelin profesional maksimal, në mënyrë që secilën moment të krenohet me atë çka ka bërë. Domethënë mos më marr puna, më marr turp me tregu që ka vënë një objekt të tillë, por me u krenu gjithmonë edhe e mira, një prej të mirave të profesionit tonë është që puna jonë është e dukshme, edhe kemi mundësi me u krenu ose kemi mundësi shumë lehtë më tërpru prej saj. Prandaj duhet me pas shumë kujdes çka lojmë pas, çfarë gjurme dhe çfarë vepra lojmë, sepse ato vepra në punën tonë dhe në profesionin tonë janë të dukshme, janë të shfrytëzueshme, edhe kanë impakt edhe efekt në secilin prej nesh. Shumë interesant, është kjo temë që më pëlqen shumë edhe kisha dashur shumë me u thellu, po I kam një 2 minuta që po duam me lënë edhe për kuvendin e punës sot, po më intereson Bledion, apo ndryshon arkitektura, a ka periudha arkitektura, e dim ato periudha stilit të mëhershme, po në këtë periudhën moderne apo ndryshon, apo shihet, si më thonë, te stili më minimalist, te prakticiteti, ça vlerësohet shumë, apo gjithmonë kreativiteti është kreativitet edhe vlerësohet? Kreativiteti është thelbësor në arkitekturë, por atë shpejt po zhvillohen gjanat edhe shkenca, edhe teknologjia, edhe materialet, edhe arkitektura në këto vitet e fundit, sa që është e pamundshme me definu një periudhë caktuar kur po fillon një stil e kur po përfundon, dhe përtej kësaj, përtej aspektit të dizajnit, që e kam përcaktu paka shumë stilet në arkitekturë, qasjes ndaj arkitekturës, frymës e tjera, që kanë qenë krejt periudhat paraprake, tashmë jemi në disa atribute shtesë të arkitekturës. Domethënë nuk është më veç funksioni, zgjidhja funksionale, estetike dhe parametrat e tjerë nuk janë arkitekturë. Nëse nuk e adreson një problem, nëse nuk I jep zgjidhje një sfidë të caktuar në arkitekturë, nuk konsiderohet që është ndonjë projekt shumë serioz. Pra tash jemi në periudhën ku I ofrojmë zgjidhje sfida me të cilat ballafaqohemi ne si shoqëri, si njerëzim, që është puna e ngrohjes globale, qëndrueshmërisë në arkitekturë, në projektim të objekteve pasive, pra që konsumojnë sa më pak energji, në objekte që janë të vetëqëndrueshme, që e prodhojnë vetë energjinë të cilën kanë nevojë me konsumu, edhe që kanë sa më pak impakt në mjedis, e kjo fillon prej pikës kur prodhohen ato materiale. Sa emitojnë karbon në momentin që janë prodhuar në fabrikat respektive, deri në momentin sa emitohet gas kur transportohen, kur implementohen edhe në aspektin e mirëmbajtjes. Të tilla objekte po ndërtohen në mirëmbajtjes. Trendet janë shumë pozitive, pra është ngrit vedia dhe pse duhet me dhënë merit arkitektëve tanë, është sepse ne nuk kemi ndonjë legjislacion shumë specifik që I obligon me qenë objekte të qëndrueshme. Janë shkëmbijat e para, po thjesht domethënë veç për shkak të vetëdijes profesionale, arkitektët gjithmonë mund të them që I Ama duhet ta keni parasysh edhe proceset edhe implementojnë edhe pa qenë nevojshme. Duhet të kuptohen edhe nga para tjetër desha, domethënë, sidomos nga investitorët. Kjo është sfidë, sepse shpesh herë është problem me I vedisu investitorë që është legjitime, sepse interesi I tyre është me pas sa më shumë përfitim në ato që I bëjmë, po në anën tjetër na kemi obligim me I informu dhe me I tregu që nëse investon pak më shumë tash në realizim ndërtim të objektit, por është kosto më e vogël në mirëmbajtje dhe në gjatësi të objektit, është prapë përfitim edhe I shfrytëzuesve po edhe investitorëve. Mbeti shumë pak kohë, realisht një 30 sekonda I kemi për me përmbyll, po nga mbledhja rregullt e kuvendit është një kuvend I rregullt I punës apo jo, ku thjesht keni raportet financiare, raportet e punës, kaq apo jo? Kuvend I rregullt që I shpalosim të gjitha aktivitetet tona para antarësisë tonë, edhe normalisht edhe raportin financiar, si ka kaluar ky vit dhe I votojmë nëse kemi ndonjë ndryshim eventual për çka do që ka të bëjë lidhur me statutin tonë dhe mënyrën si operojmë. Ti je vesh në fillim të mandatit apo jo, je vitin e parë? Jam në gjysmë të mandatit, mandati është 2 vjeçar, po është fiks gjysma 1 vjet. Sa më çet edhe gjysma e mandatit. Se
Dikush kishte thonë në nisje të mandatit, po duket që s'je shumë ambicioz me vazhdu këtu, Jo, jam shumë i përkushtuar me Jo, përmbyll i mandatin përkushtuar, në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe jam shumë i lumtur edhe krenar që bashkë me Absolutisht krejt e ekipin tonë, me antarët e kryesisë dhe me antarësinë, pa përkrajnë të cilëve do të ishte pamundur mi pas këto rezultate që i kemi pas, kemi bu punë mjaft mira në shumë rrafshe paralelisht për komunitetin tonë. Biledian, faleminderit shumë që erdhe sot edhe po uroj që të bëhet më e mirë e mundshme. Edhe të shohim realisht sa më shumë punë kreative t'juaj në gjithandej rrugëve të Kosovës.